Cilët janë lojtarët që ti aktualisht i sheh si kundërshtarët e tu më të fortë? Elionën, Klodin, Lodën. Isha në alme që kaq. Pse ishe? Të paktën këto 3 që përmenda. Po e para të e pas parasysh masive që ceka Elionin edhe Klodin, na mas mire njojmë një tjetrin edhe dina kapacitetin e një tjetrit, për shkak që e kena pas një raport, nuk do me thonë që nuk kena pas, se nuk kena me pas debate, po thjesht e kena studiu në shta qaq mirë një tjetrit edhe ja njojmë kapacitetin një tjetrit, kështu që për qëta i futa në qitë treshen, ndërsa Lodën mu me të vërtet më pelqen edhe kisha pas qef me kun edhe një 10 tjerë si Lodë, se për një me i mirë i keq, kryon dinamika, e ka ata dveten që din me nëzi debate dhe thjesht e përgëzoj për këtë sen. Unë kam kryuar një opinion.